Kalendari i punimeve ka parashikuar që ditën e hënë në orën 5 mbasdite të datës 17 janar të nisë një seancë plenare, ku në orën të ditës të ketë miratim në aktit normativ për ndryshime në buxhetin e vitit 2010. Konferenca e kryetarëve vendosi një javë më parë që seanca të mbahet ditën e hënë, duke pasur si qëllim votim në aktit normativ të ndryshime në buxhetin e vitit 2010. Ndërsa opozita e ka kundërshtuar këtë program për ditën e hënë, pasi ka kërkuar më shumë kohë për diskutim në këtyre ndryshimeve në buxhet. Por me publikimin e videos të regjistruar të ish-ministri Dritan Prifti, e cila çoi në dorëheqjen e zëvendës kryeministrit Ilir Meta, seanca e ditës së hënë ka ardhur si me kërkesë të vetë opozitës. Ndonse kalendari nuk parashikon orë të lirë për debat, opozita do të vijojë akuzat e saj. Nga ana tjetër pritet që në këtë seancë të miratohen edhe ndryshimet në qeveri, duke emëruar Edmond Haxhinasun zëvendës kryeministre e ministër të jashtëm, si dhe Nasip Naçën si ministër të ekonomisë, tregtisë dhe energjetikës. Në të njëjtën kohë pritet që edhe deputeti Vangel Tavo të konfirmohet si nënkryetari i Kuvendit të Shqipërisë në vend të Nasip Naçës. Kryeministri Sali Berisha ka firmosur ndryshimet në qeverinë e tij pas dorëheqjes së parë evokueshme të Ilir Metës, por ende nuk ka një konfirmim nga presidenca për dekretimin e këtyre ndryshimeve. Kreu i shtetit ka 7 ditë kohë që të dekretojë ndryshimet. Pritet që të hënën paraditë presidenti të jetë firmën e tij mbi ndryshime në kabinetin qeveritar. Dita e parë e punës së Kuvendit do të ketë miratim në kalendarin dhe programin të punës për 2 muaj të ardhshëm, si dhe ndryshimet në buxhetin e vitit të kaluar, për rialokimin e më shumë se 50 milion dollarëve. Seanca parlamentare pritej ditën e njëjtë, por konferenca e kryetarëve vendosi që në seancë të bëhet ditën e hënë, me qëllim miratimin sa më shpejt të aktit normativ për buxhetin. Seanca e ditës së hënë duket se do të nisë me debatin mbi aktualitetin politik. Dorëheqja e zëvendës kryeministrit duket se ka lënë një hije. Kërkesat e opozitës për hetimin e zgjedhjeve në një kohë tashmë, kur ka nisur dhe hapja e kutive dhe djegja fletëve të votimit. Në forumet e Partisë Socialiste është vendosur një marrëdhënie e kushtëzuar me Kuvendin, duke vijuar të njëjtin pozicion të opozitës edhe për këtë sesion në Kuvend, duke qëndruar në seanca për debat pro, pa votuar për projekt ligjit.